Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Vazhdojmë timi me temën rreth vdekjes dhe çështjet që kanë të bëjnë me të. Kemi folur në temat e fundit për shpirtin. Dhe tema e radhës ka të bëjë me faktin apo me pyetjen që mund të lindë shpirti, a është i krijuar apo jo? Sepse përmendëm nga mendimet apo pretendimet e filozofëve rreth shpirtit, që normalisht ishin të gabuara, por edhe nga disa grupe të devijuara nga Islami i vërtet, që jepnin përkufizime të gabuara për shpirtin, gjë që çonte në mohimin e ajeteve dhe haditheve që tregonin apo që tregojnë për shpërblimin apo ndështimin që përjeton shpirti. Prandaj dhe një çështje e tillë duhet trajtuar, sepse përmendet nga njerëz të humbur. Flasin. Dhe ka thënë Ibn Taymije, Allahu mëshiroft, se shpirti i njeriu thotë është i krijuar. Shpirti i njeriu është i krijuar dhe kjo thotë me konsensus, me ittifak apo dakordësi të parëve, të selefëve, pra që në brezat e parë, kjo ka qenë një çështje e pakundërshtueshme, që nuk ka pas kundërshtim ndërmjet tyre. E pranuar si e tillë edhe nga imamët e umetit, pra nga dietarët e mëdhenj të umetit dhe pasuesit e sunnetit. Dhe përmend më pas Ibn Taymije se një gjë e tillë është edhe me ixhma, pra ka konsensus të plot, pra që nuk ka pasur kundërshtim nga dietarët musliman rreth kësaj çështje që shpirti është i krijuar. Dhe se ky ixhma, thot Ibn Taymije, është përcjellur nga disa dietarë. Dhe por gjithashtu kemi edhe argumente nga Kur'ani dhe Suneti që tregojnë se shpirti është i krijuar, është krijesë, ashtu si trupi i përbërë nga mishi, kockat e tjerë, që është i krijuar, edhe shpirti që është brenda këtij trupi, si brenda një zgavre për të, është i krijuar. Thot Allahu i lartësuar, Allahu khaliqu kulli shay, Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Thot Ibn Abi Izz al-Hanafi, komentuesi më i njohur i akides tahawije, ku si autori i këtij libri tahawije, Imam al-Tahawi, edhe komentuesi i tij Ibn Abi Izz, janë të dy nga dietarët e spikatur në mëdhëbin Hanafi. Thot se ky ajet kuranor, pra që Allah është krijuesi çdo gjëje, është gjithëpërfshirës dhe nuk bën përjashtim apo përveçim për asgjë, për asnjë. Allah është krijuesi çdo gjëje, atëherë shpirti është gjë? Po. Allah është krijuesi i tij. Pra shpirti është i krijuar. Gjithashtu është fjala e Allahut të lartësuar, hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Vall, a nuk ka kaluar një periudhë kohore ku njeriu nuk ka qenë qenie e denj për të përmendur? Dhe kur themi njeri, çfarë nën kuptojmë? Njeriu që përbëhet nga trupi, por edhe nga shpirti. I ka të dy këto komponent. Dhe gjithashtu fjala Allahut të lartësuar, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a, unë të kam krijuar ty edhe më parë, ndërkohë që nuk ekzistoje. Të kam krijuar edhe ty më parë, ndërkohë që nuk ekzistoje. Të kam krijuar ty, i drejtohet njeriu. Pra të kam krijuar ty, o njeri, me trupin që ke, por edhe me shpirtin që ke. Dhe thot gjithashtu Ibn Taymije, dhe ka një fjalë të bukur këtu, ky dietar, Allah e mëshiroft, se njeriu është i përbërë nga trupi dhe shpirti, të dy bashkë, formojnë atë që quhet njeri. Edhe pse shpirti ka një përparësi ndaj trupit, thot. Shpirti ka një përparësi ndaj trupit, sepse trupi i bindet atij shpirtit.
Dhe sjell një fjalë të Ebu Derdas, radiallahu ta'ala anhu, që ka thënë: trupi im është vetëm mjeti, pra mjeti i udhëtimit. Nëse sillem me butësi ndaj tij, ai do të më çojë në destinacion. Por nëse nuk sillem me butësi, nuk do të më çojë dot. Në të thënit e tij, thotë Ibn Taymija, Abu Dardaja radiallahu ta'ala anhu e krahason trupin e tij me mjetin e udhëtimit, ndërsa shpirtin me udhëtarin mbi këtë mjet. Pra nëse ti mjetin tënd të udhëtimit, kafshën për shembull, e trajton në të udhëtim e sipër me butësi, atëherë do të mbrohet, do të ruhet dhe do ta përfundojë udhëtimin. Por nëse e trajton keq, atëherë ka gjasa që udhëtimi jot të mos apo ti të mos arrish në destinacionin tënd. Njëhet pra edhe trajtimi që i bën apo duhet i bëj shpirti trupit. Dhe gjithashtu sjell edhe një fjalë nga Ibn Abbas, që e ka transmetuar Ibn Abi Menda dhe dietarët e tjerë, thotë Ibn Taymija. Ku Ibn Abbasi ka thënë, radiallahu ta'ala anhu, dialogu dhe debati ndërmjet krijesave në ditën e Kiametit do jetë i atill apo do të arrijë në atë pikë sa do të ndodhë edhe ndërmjet trupit dhe shpirtit të njëjtit njeri. Ku shpirti do t'i thot trupit: ti veprove të këqija, pra ti je shkak që ne do dënohemi. Ndërsa trupi do t'i thot shpirtit: ti je ai që më urdhërove mua. Atëherë Allahu i lartësuar do të dërgojë një melek për të bërë apo për të gjykuar ndërmjet tyre. Për të gjykuar ndërmjet tyre. Kur dhe meleku do të thotë, do t'i thotë edhe trupit edhe shpirtit: shembulli ju të dyve është si shembulli i një njeriu të paralizuar dhe një tjetri të verbër, ku të dy hynë në një kopsht apo në një plantacion me fruta, edhe i paralizuari i tha të verbrit: shoh se këtu ka fruta, por unë nuk arrej dot t'i marr ato. I verbi thot: mund të ketë fruta, por unë nuk shoh dhe as unë nuk i marr dot ato. I thot i paralizuari: më mbaj mua, më ngri mua, dhe unë do të marr fruta për të dy. Dhe kështu e mban i verbri të paralizuarin, të gjymtuarin, dhe ky e orienton të verbrin këtu apo aty, afro, largo e tjerë. Dhe thot meleku më pas: kush nga këta të dy e meriton dënimin? Të dy, tham, si trupi dhe shpirti. Kështu është edhe me ju. Kështu është edhe me ju të dy. Pra, pse e sjell këtë fjalë Ibn Taymija? E sjell për treguar që shpirti është krijesë që mbart përgjegjësi, dhe si rrjedhoj do të merret në llogari. Dhe përderisa do të merret në llogari, është krijesë. Nuk është krijesë, nuk është krijues apo diçka e pa krijuar. Dhe gjithashtu hadithe që kemi përmendur se kur me lajket marrin shpirtin nga trupi i njeriut, nëse është besimtar, e vendosin ato qefinet e xhenetit me aromat më të mira, ngjiten lart në përqije njëri pas tjetrit e tjerë, pra kur ky shpirt sheh, dëgjon, flet, përjeton më pas shpërblim apo ndështim, të gjitha këto çfarë tregojnë? Tregojnë që është krijesë. Pra i ndodh ajo që i ndodh një krijesë. Dhe gjithashtu Allahu i lartësuar thotë në ajetin kuranor: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Kur Zoti yt nxorri nga kurrizi bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri të dëshmojnë ndaj vetës së tyre, duke thënë: a nuk jam unë Zoti juaj? Qalu bala shahidna. Ata thanë: po, dëshmojmë. Pra i nxorri bijt e Ademit, njëri pas tjetrit.
Të gjithë ne, edhe pse nuk e mbajmë mend këtë sekuencë, këtë fragment që ka ngjarë, kemi dalë një herë nga shpinat e etërve tanë, njëri pas tjetrit. Dhe kemi dëshmuar për atë që na kërkoi Zoti ynë, po, ti je Zoti ynë. Dhe kjo dëshmi, thon dietarët, është ajo që ka lënë gjurmë në atë fitran e njeriut. Ajo ndjesi që ka dhe natyrshmëri që ka njeriu për të besuar Zotin. Edhe pse ndoshta si ka folur dikush më parë, ai ndjen në veten e tij që duhet besoj diçka më të fuqishme se ai. Nëse rritet në ambient islam, do ta njoh drejt Zotin. Nëse rritet në një ambient jo islam, do ta adhuroj gurin, drurin. Ai keni parë ato fiset nëpër Amazon apo diku në Afrikë që nuk i ka ardhur shpallje. Edhe ata nga ajo ndjesi, natyrshmëri që kanë brenda vetes, adhurojnë diçka që e personifikojnë dhe simbolizojnë si diçka më të madhe, më të fuqishme se ata. Prandaj i përulen, kanë nevojë për të. Dhe përderisa ky shpirt dëshmoi, thon dietarët, tregon që është i krijuar. Tregon që ka krijues, që komandohet, urdhërohet, është frymzuar, është inspiruar e tjerë. Dhe gjithashtu, nëse shpirtrat nuk do të ishin të krijuar, gjojeni mirë, nëse shpirtrat nuk do të ishin të krijuar, atëherë nuk do t'i akuzonim të krishterët për idhujtar, kur adhurojnë Isain, birin e Meremes, apo shpirtin e shenjtë që i thonë ata në trinitetin e tyre, sepse pa adhurojnë diçka që s'është e krijuar dhe i bitjet krijues. Apo jo. Gjithashtu, nëse shpirti nuk do të ishte i krijuar, nëse nuk do të ishte krijesë, atëherë nuk do të hynte në zjarr. Nuk do të pengohej nga shikimi i Allahut, që është shpërblimi më i madh. Nuk do të dënohej në varr, nuk do të merren në llogari. Sepse nuk është krijesë, dhe këto janë veprime apo etapa që do t'i përjetojnë kush? Krijesat. Dhe përderisa shpirti do t'i përjetojë, tregon që është i krijuar. Dhe thotë Ibn Taymija, Allahu më shëroft, shpirtrat thotë pa dyshim që janë të krijuar, dhe ata as zhduken e as shkatrohen. Por vdekja e tyre, vdekja e shpirtrave, cila është ndarja, thotë, nga trupat e tyre. Në momentin kur del shpirti nga trupi, çfarë themi? Vdiq ky trup. Po shpirti si vdes? Kjo është vdekja e tij, thotë. Dalja e tij nga trupi është vdekje për të. Pra ka një tjetër vdekje trupi dhe një tjetër vdekje shpirti. Por që të dy, si trupi, edhe shpirti përjetojnë vdekjen. E gjatë fryrjes së surit, shpirtrat do të kthehen trupave, pra kur të bëhet ringjallja, dalja nga varret. Përsëri do të lidhet shpirti me trupin, por në një tjetër mënyrë nga ajo e dynjas. Dhe dhe gjithashtu Ibn Abi Izz al-Hanafi, ai komentuesi i njohur i akides tahawije, ka trajtuar gjatë të çështje, dhe ka thënë, njerëzit janë ndarë në mendime. Kanë dhënë mendime të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Një grup ka thënë, shpirti vdes, sepse ai është nefs, vete. Dhe çdo nefs do ta shijojë vdekjen, do ta përjetojë atë. Kullu nefsin dha'iqatul maut, thot Allahu. Çdo nefs vete do ta shijojë vdekjen. Dhe nëse edhe melekët vdesin, kur bëhet fryrja në sur herën e parë, atëherë shpirtrat njerëzor janë më parsor apo më të denj për të vdekur. Ndërsa të tjerë kanë thënë, shpirtrat nuk vdesin, sepse janë krijuar për të mbetur, dhe vetëm trupat janë ata që vdesin.
Gjithashtu kanë thënë se hadithet që flasin për shpërblimin apo dënimin e shpirtrave pas ndarjes nga trupi e deri në momentin që Allahu i kthen sërish në trupat e tyre, dëshmojnë për këtë mendim, për këtë qëndrim. Janë argument thonë. Dhe thot në dietar më pas se dhe ky është qëndrimi dhe mendimi i saktë. Pra, që vdekja e shpirtrit, apo thënë ndryshe, qëndrimi i saktë është që vdekja e shpirtit nënkupton ndarjen e tij nga trupi. Dhe daljen e tij nga trupi. Dalja e shpirtit nga trupi është vdekje për shpirtin. Siç është vdekje për trupin. Dhe nëse me vdekje synohet ky kuptim, atëherë po, shpirti e përjeton apo e shijon vdekjen. Por nëse nënkuptohet që shpirti zhduket e shkatërrohet, pra humb, plotësisht, atëherë jo. Kjo nuk pranohet. Pse? Sepse bien ndesh me argumente që tregojnë ngjitjen e shpirtrit lart nëse është besimtar, apo hedhjen e tij nëse është pabesimtar. E tjerë. Nëse është ky, atëherë jo, sepse kjo bien ndesh me argumente që tha më parë dhe Allahu i lartësuar ka thënë: La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula. Nuk do të shohin aty më vdekje, përveç vdekjes së parë. Dhe kjo i drejtohet njeriu i përbër nga trupi dhe shpirti i tij. Kjo është çfarë mund të themi për sot, e lutim Allahun subhanahu wa taala të na japi neve sukses në veprat mira, na fali gabimet tona apo pasaktësitë që mund të kemi në shpjegimin e fesë së tij. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.